këto ka dalë të shkëlqyera, të lumshin duart. E shikoni, nuk kanë ra unë. Se thoni Albana. Po nami të del Uj, ku çakalli për kërdin. Atë le të kalojmë. Shumë po pa provuar, shumë të mira kanë dalë. Të bëfshin mirë. Lumshin duart. Kemi, mund të quhen petulla, mund të quhen tek qoftet faktikisht, ku mbizotëron brumi më tepër quhet petull, ku mbizotëron produkti më tepër, perimja quhet qofte. Pra, unë do bëj vetëm një ndryshim të vogël nga receta. Pse? A është e premte sot? Dhe normalisht që unë dua që të gjitha produktet unë t'i kaloj në funksion të gatimit. Kam patlıgjanët cilat i kam prer, ose në shirita ose kaq holl. I marrim dhe i shtrydhim. Ja. Pra, largoj lëngun, ujin e tepërt. Kam mielin. Por nuk do të largoj mielin që kam këtu. Anë kemi gati. Pa e kam gati. Do të shtoj një mas më tepër mielli. Shtoj patlıgjanët. Aty do të nxjerrim përsëri lëngje, kështu që do ta ekuilibroj me miell. Kam qepët e njoma. Bishtat e qepëve të njoma. Vendosa. Do të shtoj dhe masën, pjesën që mua më ngeli nga bimët aromatike. Nuk më duhet dhe një prerje shumë e imët. Bollshëm, pra bollshëm edhe majdanoz, edhe bishta qepësh. Do të shtoj krip, piper. Dhe ndërkohë, shif, reçeli zjem. Reçeli me lëkurat e limonit që gatuam në pjesën tonë të parë. Një shtesë, nuk më duhet të shtoj lëng limoni. Pse? Sepse ju e patë që unë limonin pastrova hoqa të gjithë brëndësin në thojzat të turë, sepse ne kemi hequr lëngun, por janë, dhe tek pjesa që ka të si membran, normalisht me pak ujë, unë e kalova në rende, e kalova në blender, pastaj në sit, dhe ndihmon është njësoj si puna e lëngut të limonit. Pra nuk duhet të shtoj lëng limoni, por duhet avash. Derisa kjo shtresë të filloj të kristalizohet. Largohem nga jo pjesë tani. Do të shtoj në qullin që unë kam, pra që unë kisha nëse shte miell. Do shtoj miell akoma edhe më tepër. Lë një mas që ta kem, do shtoj piper, sikur se do shtoj dhe krip. Një lug për përzierjen e masës. Dhe pa tjetër, një tigan. Unë kam tiganin që skuqa thjesht, kam larguar vajin. Shtoj, ja të shtoj pak vaj. Shumë pak. Do të shtoj, e mira është po të shtoj pak gjiz, i shkon jashtë mase. I shkon jashtë mase kjo masë. Se në mbeti nga sepse mua më mbeti, juve nuk i shtoni. Po. Unë thjesht e kam riciklim. E punoj duke shtuar një vezë. Ju e keni 2 vezë sepse keni masa të tjera.
Në recetën e shkruar pra janë me gramaturat të tjera, ja do të tregoj unë tani gramaturat e përbërësve të tjerë të kësaj recete. Do t'ju ndihmojmë her pas here duke i lexuar dhe ju, sepse anvisat kur telefonojnë, nuk e kapa, nuk e mora, kështu që bëjni foto direkt dhe keni aty gjithmonë në galerinë tuaj. Kemi recetën tjetër pra, kjo është e luleve që ne gatuam, përfunduam, e shijuam dhe ishin të shkëlqyera lulet e kungullit, të mbushura me gjizë dhe koper, gjithsesi përsëri e morët recetën, e do t'a gjeni dhe në YouTube-in e Reze Dielli. Tani kemi petulla me patlıcan, ju duhen 2 patlıcan të vegjël, të prera në copza, 2 vezë, miell 150 gram, 200 ml ujë, 2-3 qep të njoma të grira, 1 lugë çaj krip dhe pak piper. I përzijem të gjithë përbërësit e lexuar. Ngrojmë gjithë edhe një herë tiganin me vaj dhe i skuqim. Ja. Kjo mas. Të lutem një gotë me ujë që të vendosësh. Që të mundem unë. Të vendosësh lugën, mos na ngjis. Ja. Vendosim tani lug-lug. Faktikisht, masa lug-lug duhet jetë një masë më e madhe. Kjo, e tillë, ja. E tillë duhet jetë si masë. Masa është e lidhur, përbërësit janë të duhur. Ulim pak nxehtësin që të bëhet mirë. I kaloj Dollën shumë të mira. Në krahun tjetër. Petulla qofte si të doni quajini, por urdhëroja. E rëndësishme është që janë përfshirë dhe vinë në shije të ndryshme. I kemi sjellë me perime të ndryshme, kemi sjellë me qep, me presh, me qofte patatesh, perimesh kombinuar me shije të ndryshme, dhe ja ku vime dhe me patlıxhanët. Këto duhet të jenë pak më të mëdha. Që të keni njolla më shumë veshje. Por këto petulla apo qofte mund t'i kombinoni shumë mirë dhe me ndonjë salcë të bardhë përgatitur vetë, përsëri me koper, me tarator shkojnë, thjesht me kos, e i gjeni kombinimet sipas shijeve. Pra, mund të zëndësoj një vakë të lehtë, por sigurisht mund t'jenë dhe shoqëruese shumë të mira të recetave të tjera që ju keni gatuar. Ne ju gjejmë idet e gatimit, ju pasaj më den e dini vetë. I largojmë, bërkohë edhe reçeli lukurave të portokallit, zjenë në gëzjarë të ngadalë, të ky është të kush. A më jep një qelç që është me buzët e floririt, aty poshtë sa të heqëm të, sepse dua që të kaloj reçelin. Qelç me buzët e floririt. Po, s'ka është një super përshkrim. Është një super përshkrim. Kur themi kalamari, meri që ka të, hame mamka, hame atë, i kikse marrë vetë. Kjo ndodhë. Atëherë, 1 cëkë, 2 cëkë, 3, 4. E gjeta apo e gjej vetë? Albana qelqin e gjeta, unë për buzët e floririt i kanë lënë diku. E gjej vetë, ja ku e gjej vetë. Qelq me buzë floririt. Sepse këto janë mamat shqiptare. Këto janë mamat shqiptare. Që aty që ka në mëndë mendojnë se i dinë dhe fëmijët.